Fermerët në Fier kanë nisur sezonin e mbjelljeve në sera diellore, duke investuar gjithnjë e më shumë në kultura bujqësore me treg të sigurt. Një shembull suksesi është dhe Besnik Bogdani, fermer nga fshati Plug, njësia Portës, i cili është një nga kultivuesit më të mëdhenj të trangullit kornishon në rajon. Së fundmi ai ka përfunduar me sukses vjeljen e lakrës së Brukselit, një produkt që e ka eksportuar tërësisht në Ukrainë, duke forcuar pozitat e fermerëve shqiptar në tregjet ndërkombëtare. Aktualisht ai po mbjell tranguj kornishon me një sipërfaqe prej 5 dynymësh me një pritshmëri prodhimi prej mbi 70 ton. Ky produkt ka një treg të garantuar, pasi kontratat e shitjes sigurohen që në momentin e mbjelljes së fidanëve, duke ofruar stabilitet dhe siguri për fermerët. Suksesi i trangullit kornishon tregon potencialin e madh të Fierit në sektorin e bujqësisë, duke e kthyer rajonin në një qendër të rëndësishme prodhimi për tregun vendas dhe të huaj. Kësaj ka përfituar nga qeveria Rama në 2019 për 5 lumun, pjesë ka bërë sezonin e parë e kisha lakër Brukselit. Jam kontraktor të me një firmën e tia trangut për Turshi, edhe këta është kompania shumë e mirë, na ndihmon me plerat, na ndihmon me fidanit. Unë s'dal në sera, ajo kompania më ka pru dhe 2 agronomat, unë me të spërkande bëj prodhime këtu, unë mbaj nga 7 në 8 punëtor, që kam punësur këtu. 5 lymë vete të 70 ton, për një sezon. Unë po thuaj se ajo hiqet, ka treg për atë, jesh gjë dimrit, edhe triqet. Ai që ma mori mua çoj në Ukrainë çoj. Që mos rria si ditë bosh. Unë për mendimin tim ai më kënaq, jam i punësuar vet, se unë kam punuar me migrim. E nxjerr ditë punës këtu.